A me të ofruma jo? O, govër, pra pashticet për s'ka ne për Mitrovice, po. O, zot. Po fullin dhe të grota veç një jamja po full. A, jo më flasin krejt, po qësh jo? E miri, ja, full të shpia veç të duket me loqe. A me të mune të kalzaj. Ato edhe... Ta konfirmaj. Ato edhe kanë gojnë, pa fillutit, për i thët, për janë kohë doktorit, për i thët, doktor Burri jam po flet jerëm në gjumë, po s'pillet i ditën, s'ka qare pa full La. Qëmë si pak rejneka. Në mjetën e na e. Jo më shku. Shku i në mrena, janë i si gruja. Gjithë po vjen pa qere, nervës. Pa shumë du të me gjithë qere mrena, për me orë me qere. Njëherë një tonës dite me ma thonë një fjallë të mirë. Tha shikom dy lojme të gëzushme i zemër. Në falë, një të gëzushme, një të idhnushme. Një të mirë, një të kesh. A ti që është lojme mirë? Do të bëhem baba. O ti njeri, po ne nuk jam shtatë zonë. Po që këtë është lojme keq? I dyti. A bo këtëm, a bo këtëm e to hekë në kiti dhe shkis. Dojle a hina në kafe, pe qile Facebookin, mu kujtu një shoqe. Që 5 vjetë si ku më shkru. Që shje oj bukuroshe. A je mirë. Kërë merë mesazhi, jam burri i saj. Qetja në sty. Thash, si e vlo, o ljodhe, që është bukuroshja jonë? Visam ka, o vetë ka punon ti. Se e disha shkrimtar, që i smire me shkrimtar, thash, jam shkrimtar. Mirë na me shkrime. A di që më tha? Ha vera bo me ti ti qa shkruun? Thash ju shkruj bukurosheve në Facebook. Që kë shkrimtari? Bre, nonë ma futi blok, imaginari blok nga fut kujna shkrimtarit. I ka hu pa autoritetit shkrimtarit, punëtorit arsimit, krejta na e ma ke po. Tash, më po gëzër me feju qikën këtë nërë, këna pos gëzim, e ka morë të fejumin e ka qitë mësës. Profesor. Na ishte një herë. Tash, valoja i dhondri youtuber është. Youtuber! O, këta mish, youtuber, halali ku, klikime sa miria pas ka. No. E kom lona im kjesë parket mos po mila. I kom i biznisit. Me shka po mirë? Me biznis tash. Jem të thith donacione nga Gjermania. Po, e kom pru një investitor Gjerman. Me investu në Kosovë. Me para a pa pare, se... Pa pare investitor qysh? Mi pos pare të investoj vetë, na imune. Na im. Une e kom pru investitorin Gjerman këtu. As kërë s'kom pos. Ja ku morë esin rimit. E kom i për para, e qo investitorin drejt në hotel. U drejt ka e qika në recepcion kërë më po. Qa herë këtë gjollë këtu, thash nga motër, kjo thash është investitor Gjerman. është interesu me investu, ju thash në vund të mujtë ma bëni faturën. As një porë se kësha në gjepë në emë. E para mendej, shama bim faturën, ma qëjtë e përmbarusi për 2 muj dit. E bindi investitorin, e bindi për 2 muj dit, edhe përmbarusin e pajtë, edhe krykja punë. E mora investitorin, hajta është ta qesë në shesh në Prishtinë. Si e këmë qitë shesh, shesh i thotë, Bob. Veç kryetari për silët anë, kërkur s'ka metë, në emë. Edhe i shikon të qenë në daca, kuj këshu zëti, ju këshu ndru hërmunet qatë ditë dhe në qemëve. Veç një qemë femë, në dojtë që këtë këshu në qua sërna. O, nalme se po ma hanë investitorin, halo se ka dhonë në shkrimin e në problema. Edhe ne, se mua e kaluva për atyt, u shetet e madhë pak, thashtë që i ka rethi. Kua i ftorit në rreth, kolona im shumë qështu. Harreshin që janë një nushëm. Njoni, tyt, ku po shkën të kënon? No, vlo, si janë një nushëm, a i tjetëri, tyt, ku po shkën? Në vetë për Gjermoni, qka po ndodh? Qka po ndodh? Ta shena që shtu vetë ja urujna një një tjetëri. Festojmë! Tyt, u kalën kandilo, tyt, u peqen kumpirat. O deske na e mu ka muslu para atina të desha se din këtë që na dhezëm gjithë qilësi. E bujmë që aty pak para iftorit allakom. Pi aty të mura qova në restoran. Edhe këta të restoranit kanë lujt na e. Jo. Dhe të erë me një e iftorit. 3 hurë me një uj, një sup me ujtë bëjlerit, edhe mi more e skarës.
Me ujtë bëjle. Kur që herë, mi mori herë skorës, çfarë mishi? Skorës. A ke potar për ta bim pjotën e modhe? E qysh... Po ta stilizoj, kështë se një mishi që kaq. Kur që herë që po, vizatime, po piktura. E qysh me ujtë bëjlerit? Me ujtë bëjlerit supën, në ne. Maru ma shpejtë në e. Po ta me 3 vetë, po këshyri me mo kjetë solën, shkoj 100 vetë aty, për shamë për iftor. Që kur të nësë supën me aquse cilit, pa e uftu fatina, kur t'ja që isha tin këtë iftorit, kër dhezën kandilat, i bjen me ujtë bëjlerit. Po ti ngam najmë, ma mirë është ka njerë me ditë ma pak, se me rejqëm. Ja, ma shumë. Zotri, mësafet të ndërruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe të juaj në Odeon. Mirë mbrëma na em! Mirë mbrëma mihri! Hajde djallë i ri, si kur lulja në saksi. Wow, farë këngë e bukur. Po na qenë për bukuri. Këngë... Ka orë pranvera, lutë po Armend Regjepagiqit dhe Aida Barakut. Me gitarë Ilir Tullaj. Yes. Orkestruar nga Armend Regjepagiqi, diçka jashtëzakonshme e realizuar te Enis Presheva. Në vitin 1996. Shumë të Teuta! Kënga e preferuar e Teutës, që faleminderit që shumë të jeni me ne. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni.
Ja ku jemi përsëri, jemi këtu në seshin e fjalës së mirë, këngës së bukur këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Edhe këtë javë do të kemi shumë çka gjëra të bukura, do të kemi humore, këngë që e bëjnë artistët, ata që qëndrojnë para kamerave sigurisht, por edhe ata që qëndrojnë prapa të themi kamerave, kujintave, deri tek regjisori që mban në duar çdo gjë, e të cilët përbëjnë një armat që për çdo javë përkujdesen që ju ta kaloni një vikend sa më të bukur me personazhe të veçanta. Me personazhe të veçanta, me mysafirë të veçantë, që na sjellin gjëra të bukura nga përvojat e tyre jetësore e kështu me radhë. Në mënyrë që ta keni një lloj mozaiku në të cilin ju do të gjeni vetveten në përvojat e atyre që janë personazhe, ju do të kënaqeni me humorin, me satirën, me alegorin, me metaforën, me meta çka, çajo, çka të mëson shumë? Meta çka? E jemi këtu bashkë në këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore. Po jemi bashkë gjithmonë duke falenderuar, thash, punës së madhe të një armate të tërë, spektatorit në sallë, telespektatorit që na ndjek gjithandej, ku bëhemi bashkë autor dhe kreator të spektaklit tuaj Odeon. Por jemi këtu gjithmonë duke falenderuar ata që janë sponsorët tana, mbështetja jonë e fuqishme, dhe duke filluar nga sponsori gjeneral që po ndërton një qytet më vete, afër qendrës së Prishtinës, park, rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë. E kush na ka rregullu, kush na ka veshëm, ka porosit, qysh me i thonë. Çka të kom thonë? E bukura është se ideja e mihërisë është që ti falenderoj një shtëpi, ta quaj, unë kam dëshirë të quaj, në realitet, mode, të cilët absolutisht vërtet kanë gjërat nga më të bukurat, në Prishtinë, në Kosovë janë të shtrirë nën emrin Divina, një butik me zgjedhje fantastike, sigurisht janë markat nga më të shtrejtat, po me çmimet më të lira e të kafshme për të gjithë ju. Po e bukura është se miria është vesh kështu, pikrisht në këtë outlet në Dietikon, afër Zyrihut. Unë prapë kam dëshirë të them, Divinën e gjeni në Prishtinë, do ta gjeni edhe në Dietikon. E gjeni edhe në rrjetet sociale, në Instagram, dhe doja ta falenderoja krye protagonistën e kësaj bukurie, zonjën Afërdita. Faleminderit shumë. Po kush na ka bukurur, po kush na ka bërë më të bukur. Agonita Her, Fush Kosovë, Agonita Sogojeva. Buja ka buja. Unë e kam shtu... Kam me të mytë gruja, sonte se qef po kam qështë të më thonë. Janë mësu kështu të utë, edhe thojnë, do thojnë, ahi tu të ta jasaj gruje. Po, krejt. Nuk e din që unë e govor pra pashtice, problem kja pun me më tuta. Ka plot që nuk e dim që i zoti shtëpis, duhet me ditë që është na imi dhe na e dim këtë punë, qëto që këto probleme nuk ka. E s'ka me të mytë gruja, a eftojmë se... Buja ka buja, po vjen Rahim Struja!